Me më pak autobus të parkuar në rrugë të kryeqytetit, transportuesit urban protestuan edhe këtë mërkur dhe vazhduan të mbajnë të pezulluar shërbimin. Protesta ka hyrë në ditën e tretë pasi komuna e Prishtinës nuk u ka shlyer obligimet financiare për shkak të mosmiratimit me kohë të buxhetit. Sabit Gashi është një nga punëtorët dhe tha se kriza është shkaktuar nga komuna nëpërmjet privatizimit të një pjese të transportit urban. Kur ja ka nisë privatizimi i komunës në shtije me kilometrazh si trafikin urban edhe kompanitë private u duhet me ditë ka buxhet, shteti, komuna, ajo. A mund me nxjerr buxhetin, ajo. Jo vetëm me shpallë të dele puno me kilometrazh e populli mos me marrë bileta, mos me pagu hiç. Kriza financiare ka lënë punëtorët pa paga. Një nga ta tha se do të rinis punën vetëm pasi të ekzekutohen parat për punën që bëri dhe i bëri thirrje komunës dhe qeverisë të gjejnë zgjidhje. Vje keq shumë prej qytetarëve deri në pikën e fundit, që do me thonën po vojnë pa fajnë e tyne me met pa transport, mirë po edhe punëtorët kanë arsye se që 6 muaj s'kanë marrë rroga, kanë hinë obligimin derivatet nafte, kështu që është e arsyeshme kjo protestë. Një tjetër punëtor tha se kriza është shkaktuar pasi në prag të fushatës zgjedhore, komuna e Prishtinës liroi shumë kategori nga pagesa e transportit publik. Në autobus tonë ditën sillet, për shkak shtynës i ka bërë shumicën pa pagesë në kuleta digjitale me nëzonë sa me pleq, me krejt, do më thonë s'ka autobusi realizim edhe jemi konditorum për menoj. E gjatë ditës, kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk i është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve lidhur me pasojat që ka prodhuar kriza me buxhetin e Prishtinës. Pofshim shumë suksese. Sipas sindikatës së trafikut urban, tash e 2 muaj punëtorët e kësaj ndërmarrjeje nuk kanë marrë paga, ndërsa borxhi ndaj furnitorëve ka kaluar mbi 1.6 milion euro. Shkaku i vonesave në vendimarrje nga kuvendet komunale, buxheti i Prishtinës, ai i Gjilanit dhe buxheti i Zubin-Potokut nuk janë përfshirë në buxhetin e Kosovës të 2025-s. Kjo nuk u bë as pas miratimit të tyre nëpër komuna, meqtuajse gjatë gjithë vitit Kosova ka funksionuar pa kuvend, shkaku i ngërçit politik të krijuar pas zgjedhjeve nacionale të shkurtit.